Një person veti I plagosur pas një sherrri mes tre shtetasve në Lezhë. Ngjarja ndodhi rreth orës 9 të paradites të së njëjtës në bllokun e banimit 11 maj të lagjës Beslidhja, ndërsa në konflikt janë përfshirë pronari një biznesi me dy shtetas të tjerë. Këta të fundit kishin parkuar automjetin përpara biznesit dhe pronari u ka kërkuar ta largonin, duke sjellë debate dhe përplasje fizike mes tyre. Përpasoj mbeti I dëmtuar pronari I biznesit, I cili u dërgua me urgjencë për ndihmë mjekësore në spital, nga ku mosohet se ndodhet në kujdesin e bluzave të bardha I është rrezikut për jetën. Ndërkohë, policia e cila mbërriti menjëherë në vendin e ngjarjes shoqëroi në komisariat dy personat e tjerë të përfshirë në konflikt, të cilët po merren në pyetje rreth ngjarjes dhe po vijojnë veprimet për zbardhjen e plotë të saj. Vend parkingjet e kufizuara janë kthyer në problem në Lezhë, për shkak edhe të punimeve infrastrukturore që po realizohen në qytet, duke u kthyer shpeshherë në burim konfliktesh mes drejtuesve të automjeteve.